Dezinsektohet Myzeqeja kundër mushkonjës tigër, specialistët e shëndetit publik në terren në të gjithë qarkun e Fierit. Mira Laguna, parqe dhe kanale si edhe 10 bodrume puseta po dezinsektohen në qarkun e Fierit nga specialistë të shëndetit publik në të gjithë territorin. Synimi është vrasja e larvave dhe mushkonjave, ku më e rrezikshmja është mushkonja tigër, e njohur si vektori përhapjes së malarjes dhe etheve të Nilit. Puna për dezinsektimin ka nisur me monitorimin e vatrave të larvave, që janë kryesisht parqet, lagunat dhe kanalet vaditëse. Faza e dytë që ka nisur sot është hedhja e insekticidit biologjik për të zgjesuar larvat e mushkonjave në këto mjedise, por edhe në bodrume puseta. Zhvilluar procesin e dezinsektimit në qarkun e Fierit, është një proces i cili zhvillohet nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Fier, kryesisht në zonat legatinore bregdetare, në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik dhe me operatorin ekonomik. Fokusi jon kryesor janë kanalet, pellgjet, lagunat, parqet, të cilat janë me ujë të indonuar dhe janë zona konkrete të cilët rriten larvat e mushkonjë, burim infeksioni. Zakonisht jemi në luftimin e mushkonjës tigër, e cila bën të përhapur, është vektor kryesor për përhapjen e sëmundjeve infektive. E famshmja ethet e Nilit, ajo është ka? Një nga sëmundje, por mund të shfaqet dhe malarje, mund të përhapi malarjen, janë njësër një... Pra është një mushkonjë, një lloj specieje që shkakton sëmundje infektive. Bën të mundur përhapjen e sëmundjeve infektive. Që ta kuptojmë, pra, duke pickuar njerëzit, ajo shkakton përhapje të sëmundjeve infektive. Ndërkohë, kemi dhe atë ruajtjen e ekuilibrit, pra ju përdorni metoda biologjike? Përdorni metoda biologjike për luftimin e këtyre... Për luftimin e për larvat. Për luftimin e... Për të luftuar këtë mushkonjë... Mushkonjë përdorin metoda të biologjike për ruajtjen e biodiversitetit në radhë të parë dhe pastaj për luftimin e larvave dhe mushkonjave. Këtu në këtë fazë jemi në luftën ndaj larvave, apo jo? Po, jemi në luftën sot jemi në procesin e dezinsektimit. Një ditë më përpara kemi bërë monitorimin entomologjik, kemi ardhur, kemi numëruar larvat që ndodhen në kanal, dhe më pas, sot do bëjmë procesin dhe më pas është edhe një fazë 3 që quhet monitorim entomologjik pas procesit, që ne verifikojmë që ky proces ka rezultuar suksesshëm apo jo. Zonat me sipërfaqen më të madhe ku po kryhet dezinsektimi janë Divjaka me 11 ha parqe e lagun, Semani dhe Darzeza me 3 ha dhe Fieri me 1 ha. Përveç parqeve dhe lagunave, po dezinsektohen edhe 13 ha kanale dhe pellgje në të gjithë qarkun, si edhe qindra metra katror bodrume e puseta. Dezinsektimi është një proces që nis që në qershor dhe përfundon në fund të tetorit. Një masë domosdoshme jo vetëm për mbrojtjen e shëndetit të pushuesve, por të banorëve në Myzeqe, e njohur për problemet që shkaktonin mushkonjat në të kaluarën, si përhapës të malarjes, një sëmundje e cila ka lënë pas trashëgiminë e anemisë mesdhetare në 90% të banorëve të Myzeqes.